Ekipi kombëtar po niset drejt stadiumit zhvilluar ndeshjen, siç e shikoni. Pra janë disa makina policie, ja dhe mbrapa këtu, gjatë gjithë rrugës, jo vetëm që jemi të shoqëruar me polici, por është bllokuar komplet rruga që kalojmë ne deri në stadium. Edhe një herë. Urojmë një fitore për ekipin kombëtar sot. Do t'jetë sigurisht e vështirë, por jo e pamundur.